shumë. Televizioni ka autoritet shumë të madh tani. Njëherë që dikur kam bërë një shkrim për televizionin dhe duke lexuar këto raportet e AMAS, më dilte që nga televizioni njerëzit marrin 92 deri 95% informacionit. Dikur. Ka rënë tani informacionin edhe e tani marrin nga gazetat portalet. Gazeta s'ka kam vdekur. Po e marrin nga YouTube, nga celulari është. Po prap celulari, televizioni i ri. Po prap televizioni ka autoritet shumë të madh. Autoritet, po, ka ende. Problemi është që nuk e ka shfryzuar autoritetin, prandaj dhe iku. Edhe këtu them unë tani që përgjegjësia nuk është e gazetarëve. Gazetarët që ndojnë atë shkallën e fundit. Për mua, përgjegjësia e parë është e shtetit. Duhet kishte një ligj për gjuhën, siç e ka, nuk po vemi larg, si përmendi Francën, Italinë e tjera. Kemi Maqedoninë e Veriut. Ligj ka sanksione. Do nëse ti je redaktor i një libri. Se ka Maqedonia e Veriut sanksione për gjuhën? Shumë të rënda. Pra nëse je redaktor ti një libri edhe ti ke lejuar një numër gabimesh, ta zëm, ka përcena të masën, gjobitesh. Nga kush? Nga shteti? Nga shteti, po. Ka inspektorat për... Sa e bukur, inspektorat për gjuhën? Po. Kështu që kjo shteti, pastaj zbresen më poshtë, unë mendoj dhe pronarët e mediave televizive duhet i kushtojnë vëmendje kualifikimit të gazetarëve. Se një gazetar hyn ka marruar për gazetari, ose në një deg tjetër. Dhe tani, ai do të punojë në televizion 40 vjet, po një kualifikim për gjuhën nuk duhet, se ai gjuhën ka atë mjetin e tij të punës. Nuk duhet të kualifikojnë këta njerëz. Ne kemi Institutin e Gjuhësisë, kemi Departamentin e Gjuhës Shqipe, do më kemi gjuhëtar plot në Tiranë, siç janë dhe në Prishtinë dhe në Maqedoni. Këta mund të bëjnë kualifikime në për institucione. Po janë të hapur institucionet, ja ju po e thoni dhe unë po mendoj që do doja ta bëja këtë, po a janë të hapur institucionet për gazetarët? Po duhet të shkojnë mendja se mbajnë përgjegjësi dhe këta, pronarët e televizioneve. Jo thjesht para, po na prishin gjuhën. Pra mbajnë përgjegjësi. Edhe nuk po e bën këtë as radio-televizioni shqiptar, që ai është publik, sepse mungon një detyrim nga lart. Dhe pastaj zbresin më poshtë, edhe individët kanë një farë përgjegjësie, po kjo varet nga kultura gjuhësore dhe që të formosh kulturë gjuhësore duhet jo vetëm nxitja vetjake, po duhet edhe një, si thua, imponim që të vjen nga institucioni. Do më fol mirë, më përpara televizioni ka pasur, ju jeni gazetarët, ndoshta e dini, para 90 s'kishte monitorim. Kur jepeshin lajme, dikush monitoronte, thoshte gabove te kjo fjalë, te kjo. Vërtet? Po. Edhe kështu që ruaj cilësia e ligjërimit. Kuptoj. Tani është më e vështirë, sepse është një treg i ri, i çoroditur. Të gjëra janë me 10 televizione, platforma, kanale, pafund. Po, që shteti edhe nuk i kontrollon dot, jo më të kontrolloj gjuhën, po e vërteta është që shteti i takon të vërgjop për gjuhën, pastaj të detyroj. Mua më bën shtypje kur bëhet fjalë për shembull për disa projekte që keme institucione, ata të thonë auditin, e kanë merak. Thot, auditin do e bësh këtu, do e paguash kështu, do thënë është i rëndësishëm auditi. Po monitorimi i gjuhës shqipe nuk që ka i rëndësishëm, mos duhet dhënë dhe si kusht në marrëdhënien me shtetin? Pas ligjin për këtë autoritetin e medjes audiovizive, edhe thot në nenin 4 thot kështu, operatorët e shërbimit audioviziv gjatë zhvillimit të veprimtarisë së tyre udhëhiqen edhe nga këto parime. Edhe është 2G, respektimi i standardit të gjuhës shqipe. Pastaj ka prap një nen tjetër, neni 97, që thot, televizionet me një fjalë, të kushtojnë vëmendje të veçantë elementeve dalluese të kulturës dhe të gjuhës shqipe. Do më ka përmendet shumë herë gjuha shqipe në këtë. Po, problemi është këtu që ti nuk mund vetëm ta kërkosh, duhet ta kontrollosh. Ndryshe ai nuk e bën. Ju besoj keni parë gabimet e tmerrshme në portale apo në YouTube tani, se si shkruajnë titujt me çfarë gabimesh. Po. Që të vjen të marrë lapsin dhe ta. Dhe kam biseduar dhe me kështu njerëz interesuar më kanë thënë që ata të Amasu kanë thënë po ja gjobitëm ata kanë para, me fjalë se kanë përgjigje një gjop quhure. Por në fakt Ama duhet të ushtrojë dhe ajo autoritetin e saj në këtë pikë me fjalë. Që mos na ikë gjua, se në të vërtetë të shpunuar shumë për ta ndërtuar këtë gjuhë letrare që kemi. Është e pasur, është shumë e pasur shqipja. Madje nuk pasqyrohet aq sa duhet në fjalor të gjuhës shqipe, gjuhësia është mbrapa në këtë aspekt, po në aspektin gramatikor, në aspektin stilistik e tjera, si thua, është përpunuar mirë, dhe po humbasin ca gjëra fine, si thua, të
që janë përdorur ose që kanë pas që normalin përpara. Sa trajtja fjalës, sa përdorime të cilat si thua e bën të bukur gjuhën. Duke ja hequr ato sikur i heq lëngun gjuhës, si thua e bën të thatë dhe ti si thon gjuhë mushke. Fut fjalë të huaja, hiq këto, edhe kështu që gjuha dëmtohet. Dhe ky është shqetësimi i të gjithë gjuhëtarëve, por jo vetëm gjuhëtarëve, siç u thash që në fillim, po edhe njerëzve të thjeshtë me fjalë. Sa shkoj tek floktari, ai më thot mua se njeh me të, thot po na ikën gjuha, më thot mua. Domethënë njerëz të thjesht me floktari thatë ju, për atë që ne themi parukieri. Është shumë e bukur, floktari është e bukur. Po kjo si pëlqen, ndoshta tani edhe kur parukiera mendon që është një grad tjetër, është një grad më i lartë se sa floktare. Po ti thua floktare. Është një mani jona e shqiptarëve në fakt, kjo ksenomania, domethënë dashuria e madhe për të huajin edhe për buzjet e asaj tëndes. Shqipes tënde. E më duket se është si sëmundje jona kjo më duket, edhe nga që kemi qenë mbyllur ndoshta, po nuk mund të justifikohesh me këtë tani, po ndoshta nga kjo, apo pse kjo psikologji që nuk e themi të ham shqip, po të flasim shqip atëherë, siç kërkojmë të ham shqip, të flasim shqip. Kështu që, domethënë, ka dhe faktor psikologjik dhe faktor të tjerë real, siç thash emigracioni, që kontaktet e shumta me gjuhë të huaja, kontaktet e drejt për drejt atë individëve me gjuhë të huaja, që ndikojnë pastaj në ligjërimin publik. Edhe pastaj thash ato përgjegjësi që vinë shkallë. Po ndërkohë njerëzit që mund të dëgjojnë këtë emision thonë që shqiptarët po ikin. Pse iku gjuha? E quajnë si normalitet. Po shqiptarët po ikin e do vinë, Rudi. Po ikin e do vinë. Kjo është lëvizje normale, si thua. Domethënë, unë po kujtoj ta zëm Kinën. Kina dërgonte pas hapjes, dërgoi në Amerikë 40.000 studentë. Dhe po të shkosh, ndoshta nuk dia keni qenë në ndonjë universitet amerikan. Atje nuk merret vesh, a je në Amerikë apo je në Azi. Kinez, vietnamez, korean, japonese, ata janë dhe një lloj Singapori, Malajzia, Tajlanda e tjera. Do më ka aq shumë. Mirë po që këta kinez tani u kthyen në Kinë. Dhe këta kanë bërë që Kina të përparojë ekonomi në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe pagat $300 pagë në Kinë është një pagë shumë e vogël. Kur kam qenë në Kinë në vitet 90, paga e profesorit ishte $120 baras me $20. Si ishte paga atëra? E profesorit në 90-ën? $120 merrin kolekte. Me u merja pak më shumë se isha i huaj. Po profesorët kinezë $120 merrin. Edhe kjo ishte paga atëherë. Besoj tani janë 91. Jo, paga e tyre kanë fluturuar tani. Po pra. Pas 5 vjetësh, kur erdhi një kolege këtu, tha tani rroga na është bërë $600. Dhe pas 10 vjetësh ka ardhur një tjetër, rrogat e tyre tani kanë arritur $1.000 më shumë. Edhe rrogat e këto, kështu që tani për shembull investuesit evropian kërkojnë tregje të tjera ku është më lirë, por Vietnami ndoshta janë ato vendet aty të sepse ata janë më treg i lirë. Po, sepse është